Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam Amina dhe jam 36 vjeçe. Jam rritur në një familje muslimane ku feja ka qenë gjithmonë pjesë e jetës tonë të përditshme. Nuk ishte diçka që na imponohej me forcë, por diçka që mësohej natyrshëm, përmes zakoneve, respektit për të tjerët dhe përmes momenteve të vogla familjare. Sidomos gjatë muajit të Ramazanit, atmosfera në shtëpi gjithmonë ndryshon. Që kur isha e vogël më kujtohej se si nëna zgjoi herët për të përgatitur syfyrin. Në fillim, unë vetëm i shikoja këto gjëra, por me kalimin e viteve fillova ta agjëroja edhe vetë. Tani që jam e rritur, Ramazani ka një kuptim tjetër për mua. Nuk është vetëm agjërimi, por edhe reflektimi për jetën, për mënyrën si sillesh me njerëzit dhe për balancën mes shpirtit dhe përditshmërisë. Vita ime gjatë Ramazanit zakonisht fillon shumë herët. Zgjohem para agimit, përgatis diçka të lehtë për syfyr dhe mundohem të shijoj minutat e qetësisë para se qyteti të zgjohet. Pas kësaj fillon dita normale, puna, detyrimet, telefonatat, takimet. Ndonjëherë është e lodhshme të agjërosh dhe njëkohësisht të vazhdosh me ritmin e zakonshëm të jetës. Në orët e pasdites zakonisht filloj të ndjej lodhjen. Goja bëhet më e thatë dhe energjia bie. Në ato momente shikoj orën dhe mendoj sa kohë ka mbetur deri në iftar. Por ajo që pres më shumë nuk është vetëm momenti kur pi glënkën e parë të ujit. Është atmosfera që vjen pas. Iftari është një moment i veçantë për mua. Shpesh e kaloj me familjen ose me ndonjë shoqe të afërt. Tryeza mbushet me ushqime të thjeshta, me supë, hurma, bukë të ngrohtë dhe ndonjë ëmbëlsirë. Por ajo që më pëlqen më shumë janë bisedat. Pas një dite të gjatë agjërimi, njerëzit bëhen më të qetë, më të hapur dhe më të prirur për të ndarë mendime. Megjithatë, shumë shpesh mbrëmja ime nuk mbaron me iftarin. Kam një rreth shoqëror shumë të afërt me të cilin takohem shpesh pas darkës. Kam shok që i njoh prej shumë vitesh. Disa prej tyre i kam njohur në universitet, disa gjatë punës dhe disa përmes miqve të përbashkët. Me kalimin e kohës jemi bërë një grup që takohet rregullisht. Ata më njohin mirë, e din që jam besimtare, e din që gjatë Ramazanit unë agjëroj, por gjithashtu e din që jam një person që i pëlqen jeta dhe shoqëria. Shpesh ndodh që menjëherë pasi mbaron iftari më vjen një mesazh në telefon. Apo dalim për një kafe? A do të vish? Shumë herë përgjigjja ime është po. Pas një dite të qetë dhe të përmbajtur ndjej nevojën për pak gjallëri, për biseda, për humor dhe për atë ndjenjen e lehtë që krijohet kur je mes njerëzve që të kuptojnë. Zakonisht takohemi në një lokal të qetë ose bëjmë një shëtitje në mbrëmje. Ajri freskët i natës pas një dite të nxehtë është gjithmonë shumë i këndshëm. Bisedat tona janë shumë të ndryshme. Ndonjëherë flasim për punën dhe stresin e përditshëm, ndonjëherë për udhëtime që duam të bëjmë, ndonjëherë për marrëdhënie dhe histori personale. Ajo që më pëlqen më shumë në këto takime është ndjenja e lirshme që krijohet mes nesh. Nuk ka gjykim, nuk ka presion për të qenë diçka që nuk je. Vetëm njerëz që ndajnë kohën bashk. Disa nga shokët e mi janë shumë fetar, disa janë më pak, por kjo nuk ka qenë kurrë problem mes nesh. Në fakt, shpesh kemi biseda shumë interesante për besimin, për mënyrën se si secili prej nesh sheh jetën dhe për zgjedhjet që ne bëjmë. Një nga shoqet e mia një herë më tha duke qeshur: "Ti duket sikur mezi pret iftarin për të dalë." Në një farë mënyre kishte të drejtë, sepse për mua iftari nuk është vetëm momenti kur përfundon agjërimi. Është fillimi një pjese tjetër të ditës, ajo pjesë ku takoj miqt, ku qeshim, flasim dhe krijojmë kujtime të reja. Shpesh mendoj për kontrastin mes ditës dhe natës gjatë Ramazanit. Gjatë ditës jam e përqendruar te qetësia dhe reflektimi. Mundohem të jem e duruar,
e kujdesshme me fjalët dhe veprimet e mia. Ndërsa mbrëmja është e gjallë, është koha ku njerëzit dalin nga shtëpitë, qyteti mbushet me jetë dhe rrugët janë plot me njerëz që shijojnë mbrëmjen. Në mes të gjithë kësaj, unë jam thjesht një gruaj që përpiqet të gjej balancën e saj. Balancën mes besimit dhe jetës sociale, mes qetësisë së ditës dhe gjallërisë së natës. Nuk mendoj se këto dy gjëra përjashtojnë njëra tjetrën. Përkundrazi, për mua ato e plotësojnë njëra tjetrën. Dhe kështu kalon muaji i Ramazanit për mua. Ditët janë të mbushura me reflektim dhe përmbajtje. Mbrëmjet janë me miq, biseda dhe momente të bukura. Çdo herë që afrohet ky moment i iftarit, e di se pas atij momenti do të vijë edhe një mbrëmje tjetër me shokët e mi. Një mbrëmje me histori, të qeshura dhe kujtime që vazhdojnë deri vonë në natë.